nuk duhet të kalojmë, ose më saktë, ju nuk duhet të përfitoni nga numra dhe të kaloni rezolutat në të cilat mos të trajtohet asnjë nga problematikat e mbartura të institucioneve. Dhe në thelb, dhe rezoluta dhe rekomandimi i kuvendit të nënkupton. Ku konsiston kjo në rastin konkret? Tek instati. Ne te instati kuptohet duke formuluar, duke elatuar frazën sipas atyre rregullave dhe etikës, që duke ruajtur në radhë parë dhe pavarësinë e instatit, duhet të përcjellim rekomandimin që po censusi i bujqësisë të realizohet në kohë sipas planit të statistikave, pra brenda vitit 2026 dhe të mos përsëritet asnjë gabim që u vret në realizimin e censusit të popullsisë. Tek hartimi i censusit të bujqësisë, se ne jemi të ndërgjegjshëm që censusi i popullsisë pati shumë të meta, madje e cënoi reputacionin e këtij institucioni, zonja kryetare. E cënoi ndjeshëm te publiku, se nuk jemi vetëm ne këtu, nuk jeni vetëm ju deputetët e mazhorancës. Është edhe opozita, është opinioni publik, janë institucionet e ndryshme, është Eurostati e tjera. Pra ne duhet ta theksojmë këtë, qoftë e theksojë, qoftë edhe të formuluar në një mënyrë që pa implikuar ose pa i penalizuar, po themi për opinionin publik ta. Pra, në censusin e bujqësisë që instati duhet ta realizojë brenda vitit 2026, të mos përsëriten gabimet e vërejtura në realizimin e censusit të popullsisë. Ky formulim nuk mendoj se ka ndonjë të keqe. Tjetër, ne mund të përcjellim një rekomandim, meqense Komisioni Evropian në progres raportin e vitit 2025 e ka cilësuar shprehmisht që etiketimi të dhënave të GFC-s të paraqitura nga instati në Eurostat si të papublikueshme vazhdon të ngrejë shqetësime të forta mbi transparencën e institucionit, ne mund të formulojmë një pikë që institucioni të punoj pareshtur për thellimin e transparencës së tij, duke plotësuar maksimalisht dhe këtë kërkesë të progres raportit 2025 dhe të citojmë fjalin që unë sapo citova. Tjetër, ne mund të përcjellim një rekomandim për instatin, gjithmonë duke u bazuar në progres raportin 2025 të Komisionit Evropian për statistikat e biznesit. Progres raporti citon për statistikat e biznesit, prodhojnë statistika fatshkurtra, por disa grupe të dhënash ende nuk i transmetohen Eurostatit. Ne duhet ta formulojmë këtë fjalin në një mënyrë që ti kërkojmë të detyrohet instatit të plotësojë edhe këtë kërkesë të progres raportit të BE-s. Kështu mund të thoja edhe për statistikat e energjisë dhe tjera. Kjo do bëjë atë që ajo projekt rezoluta jon të jetë vërtet projekt rezolut që shtron detyra dhe kur të raportojnë në vitin 2027, që unë nuk do kem fatin të jem, po besoj ju do jeni në një kuvend të ri, ju uroj të jeni të gjithë, po në kuvend të ri mund të jem dhe unë xhanëm, kote thashtë. Po ne të kemi mundësi të gjithmonë të ballafaqojmë institucionet dhe specifikisht instatin me detyrat e lëna nga